Oligarkët i kanë të gjitha, por nuk ngopen me gjithçka. Në vitin 2021, në zyrat e kadastrës u shfaq një sipërmarrës nga më të pasurit në vend, ishte rreth të 60-ave me moshë, i mirëmbajtur, i ftohtë dhe me pasuri që se numëron dot as vet. E kishte nisur si tregtar në vitet 90, pastaj erdhën ndërtimet, fabrikat, vilat, bankat, televizioni dhe përqindjet në gjithçka që lëviz. Por nuk kishte një gjë, shëndetin. Zemra e sëmur, stomaku i rënuar, mushkrit me pasoja nga Covidi. Lëvizte me vështirësi dhe frymarrja mundonte së tepërmi. Kur hyri në zyrë, drejtuesit nuk i dha dorën nga frika e virusit. Ul me ndihmën e shoferit që bënte edhe truprojën. Nuk ishte ardhur për ndonjë amanet, por për një cop tokë në Durrës. Një konflikt me një ish ortak që tani ofronte 8% kur ky kërkonte 12%. Donte të ndërtonte një pallat tjetër që ndoshta as do ta shihte ndonjëherë. Drejtori i kadastrës e dëgjoi, i dha fjalën se do të bëj maksimumin dhe teksa po largohej e mëshiroi, por ishte i bindur se ashtu do të vazhdonte të shtrinte kthetrat vazhdimisht mbi gjithçka derisa t'i vi ajo sekond që do t'i marrë të gjitha. Mos kërkoni emrin. Ka plot si ai në Shqipëri, shkroi Artan Lame, që u nda nga jeta këtë 23 maj, pasi e kishte mundur një herë vdekje.